Naimi ka kërku me vra Loridonën. Pa Naimin nuk ka kushtrim, pa kushtrimin nuk ka granit dhe pa granitin nuk do të kishte vrasje. Unë nuk kam organizu kur far vrasje. Nga dal po e përmbyllim këtë proces gjyqësor, i cili ka sqaruar një krim makabër, vrasjen e Liridona Ademaj Murseli, të kryer para djemve të saj të mitur, të cilët në kohën e kryerjes së veprës penale i kam pasur 4 dhe 6 vjet. Nëse e keni dëgjuar mirë, po e cek vrasjen e Liridona Ademaj Murseli. Edhe pse mediat gjatë raportimeve për këtë rast çdo herë raportojnë për të vrarën Liridona Ademaj. Pyetemi se pse. Pikërisht për shkak të egërsisë dhe mizorisë së treguar gjatë vrasjes së saj, si dhe për dinakërinë, qëndrimin pas vrasjes të bashkëshortit të saj dhe njëkohësisht edhe gjelatit të akuzuarit të parë Naim Murseli. Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor kemi pasur mundësi të shohim 3 mbrojtje të mirë menduara. Gjithsesi, 3 skenar të ndryshëm të një ngjarjeje, të cilat janë dhënë nga 3 të akuzuarit, e të cilave do t'u kishin zili edhe producentët e skenaristët e Hollywoodit. Secili nga të akuzuarit, në skenarin e tij, veten e ka paraqitur si e person që nuk ka asgjë me kryerjen e veprës penale, duke i agjuajtur fajësinë të akuzuarve tjerë. I akuzuari i parë, Naim Murseli, në mbrojtjen e tij, përpiqej të tregonte veten si një person human dhe njeri i gatshëm që i ndihmon të tjerëve. Duke i analizuar të gjitha provat dhe mbrojtjen e të akuzuarve, i akuzuari i parë Naimi me kujdes e ka planifikuar dhe ka përgatitur dhe ka pjesëmarrë në kryerjen e vrasjes së Liridona Murselit, të cilën në mënyrë fizike e ka kryer i akuzuari i dytë Granit Plava. Prandaj prokuroria i propozon gjykatës të sjellë aktgjykim dënues të akuzuarit i shpall fajtor për veprat penale me të cilat janë të akuzuar dhe t'i dënoj sipas ligjit. Prandaj prokuroria propozon që të tre të akuzuarve t'i u shqiptoj dënimin maksimal të paraparë për veprën penale vrasje e rëndë. Gjithsesi dënimin me burgim të përjetshëm. Po bën gati 3 vite që nga vrasja e Liridonës. Më kujtohet si sot momenti i arrestimit të akuzuarve, ose thënë me ndryshe kriminalëve, të cilët natën vrajnë dhe ditën qajnë. Nuk ishte e lehtë kjo periudhë kohore. Vazhdo të rinj. Gati 3 vjeçare. E kemi zgjedhur besimin në vend të zhgënjimit. Ne që kemi përcjellur këtë proces dhe gjithë shqiptarët kudo që janë, një gjë e kanë të qartë, se Naimi e ka organizuar këtë vrasje, se bashku me kushtrimin, duke e zgjedhur granitin si vrasës. Në deklaratat e dhëna, kushtrimi thot, Naimi më ka thënë 1 vit para që ta vras Liridonën. Kushtrimi thot, kam qenë Prishtinë me granitin dhe jemi takuar me Naimin. Kushtrimi thot, kur jemi takuar me Naimin e granitin, Naimi thot granitit ti po kryshë punë. Kushtrimi thot, Naimi ma ka kërku numrin e granitit. Kushtrimi thot, natën kritike, Naimi më ka thonë pasi kemi arritur në Svis, shqyr e kreva këtë punë. Kushtrimi thot, pasi Naimi e ka pa policin, duke ardhur në ditën e vorrimit, më ka pyet për revole, allti. Ndërsa graniti deklaron kështu, asnjëherë nuk e kam njoft Naimin, vetëm përmes kushtrimit jemi njoftuar së bashku. Naimi ka kërkuar me vrar Liridonën. Graniti thot, Naimi mi ka ofruar 30.000 euro për ekzekutim. Graniti thot, sa jemi takuar me Naimin, kushtrimi ka qenë prezent. Graniti thot, kushtrimin e kam shok ngushtë. Naimi thot ka kërku që Liridona mu vrat gjithsesi. Graniti thot, Naimi ka qenë në veturë në momentin e vrasjes dhe më ka thënë gjuj. Graniti thot, Naimi më ka jep instruksione se si duhet të shkoj plani i vrasjes. Dhe thot, se nëse e kapin policia, unë të nxjerr nga burgu sepse kam njofsi. Ndërsa Naimi deklaron kështu, kam qenë keq mentalisht kur Liridona ka kuptuar tradhtin që unë ja kam bërë. Naimi thot,
Granitin nuk e njoh, kushtrimin pa njoftu me to. Naimi thot, me kushtrimin kam qenë gjatë gjithë kohës, sepse mi ka ditë hallat e mia. I thot dëshmitarit Valon Luka, pas vrasjes, prokurori jam ka bu pyetje sikur me pa vrarë Liridonën. Që nga viti 2010 e deri në vitin 2026 janë vrarë 59 gra. Pra për 16 vite janë vrarë 59 gra. Gjitha këto familje që janë prekur nga kjo dukuri, e së fundmi edhe ne, asnjëra nga këto nuk kemi kërkuar ngjalljen e personave vrarë, por kemi kërkuar drejtësi atë për cilën edhe na takon. Andaj, nga këto, duhet të japim mesazhe të qarta për gjithë ata kriminal që guxojnë të ngrisin duart mbi nenat dhe motrat tona. Duke e ditur se një kriminal kërkon nga një daj dhe nip dhe mbi gjitha kriminal, sepse po të mos ishte ashtu, nuk mund t'i thuash ta vras gruan. Pra skema fillon kështu. Pa naimin nuk ka kushtrim, pa kushtrimin nuk ka granit dhe pa granitin nuk do të kishte vrasje. Këtu duket që nëse në fillim kishte koordinim të mbrojtjes si tërësi, në fund mbrojtja e Granit Plavës dhe kushtrim Kokallës ju hakmorën e Murselit, duke tentuar t'ja lënë fajin vetëm atij, por që nuk ja rret. Përtej deklarimeve që argumentojnë fajin e të akuzuarve në tërësi, kemi qenë me fat që kemi pasur një ekip hetuesish policor, aq punëtor, sa që numri i videoingjëzimeve na ka mundësuar të vërtetohet edhe vizualisht i gjithë rrugtimi i dy të akuzuarve ditën e kryerjes së vrasjes. Andaj në këtë kontekst, konsideroj se nga administrimi i provave materiale në këtë procedurë gjyqësore, janë plotësuar kushtet që ky kualifikim të përfshijë formën e bashkëpunimit si krimi organizuar. Është shqiptuar ndonjëherë dënim me burgim të përjetshëm si dënim maksimal, nuk kemi dënim më të madh, kështu që s'kem çka japim më pak se dënim me burgim të përjetshëm. Na nuk po thojmë që Liridona nuk po privu nga jeta, ajo është privue, nuk po kontestuese. Vesh në budallon, ai çmend dhe thotë që su privu nga jeta. Mirë po, gjyqet i mbetet me vërtetu çfarë thonë. Këtu gjatë hetimit odesht, Naimit më mor teshat. Teshat më mor. Me këshyr prezencën e grimcave të barutit me rastin e shkerpës të revolës. Nëse do të vërtetohej prezenca e grimcave të revolës nga shkrepja e ty të armës, çdo mbrojtje e Naimit është e kot. Ky në të fol gjatë ditën, prova fol diçka tjetër. Kjo su kry. Kush e ka pengu për me mor teshat, edhe me mor me teshat, me kontrollu. U kërku një dënim jashtë i ashpër. Ligji parasheh mas pak edhe djetë apo dënimi i përjetshëm. Unë kërkoj që të gjitha pretendimet të cilat janë ngrit të vlerësohen, ta merrni në vendim drejt të fshehtë. Unë gjatë këtyre viteve prej ngjarjes jam akuzuar për një krim shumë të rëndë, të cilën nuk e kam kryer. Unë nuk kam organizuar kurrë vrasje, as nuk kam marrë pjesë në vrasje, madje as nuk e kam parë vrasjen, as unë as fëmia, sepse në momentin e vrasjes unë dhe fëmijët e mi kemi qenë duke ikur. Në këtë proces gjyqësor pa të drejtë, shumë herë, disa herë, është përmendur edhe zoti Begjet Pacolli, i cili fare nuk ka lidhje me këtë rast, dhe pa drejtësisht ju është përmendur emri dhe kisha të nevojshme të sqaroj se ndjej keqardhje sa herë që është përmendur emri i tij. Pres nga ju që vërtet të ketë drejtësi për Liridonën, sepse mbi gjitha kjo është për çfarë jemi këtu. Dhe unë nuk jam kundër asaj. Liridona meriton drejtësi të plotë, por ju lutem të keni parasysh dhe që integriteti dhe profesionalizmi juaj të jetë në nivelin më të lartë. Kjo është çfarë pres nga ju. Nderuar trup gjykues, ju falenderoj. Prokuroria e shtetit nuk ka arritur të provoj si i pandehuri Granit Plava është autor i veprës penale vrasje e rëndë. Nuk ka asnjë provë direkt, nuk ka asnjë provë forenzike, por ajo çka është më e rëndësishmja është që nuk ka asnjë dëshmi që e identifikon atë si person që ka shtenë me armë. Naim Murseli në asnjë moment para këtij trupi gjykues nuk ka deklaruar se Granit Plava është personi që ka shtenë. Pra, cilat janë provat e prokurorisë kur konstaton në dispozitiv se kushtrimi ka zgjedhur Granitin dhe ka njoftuar me Naimin? Askund, pos një imagjinate të prokurorisë, vetë i pandehuri Granit vërteton të kundërt të këtij konstatimi. Këtë nuk e vërtet as i pandehuri Naimi, këtë nuk e vërtet as i pandehuri kushtrim. Nga zuar këtë konstatim prokuroria, kjo është përkeqësar dhe mjaft shqetësuese se si kryen hetimet, sidomos për vepra të kësaj natyre ku sipas përshkrimit të gjor mund të shqiptohet edhe dënime të përjetshme. E shpjegon mënyra si kohën po pse se shpjegoi i pandehuri Granit edhe dakordimin, masi ka qenë djeni. Kush e dali pas me po tu nuk kanë mujtë me nxjerr, me vërtetua dhe ju kanë shmangë hetues të kësaj pjese, këtij rrëfimi.
Jo vetëm Graniti, por as i pandehuri ne nuk e ofron as një të dhënë lidhur me këtë fakt. Po që po thotë se jemi njoftuar me Granitin përmes kushtimit.